Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ këtu në ABC News. Gara elektorale ka filluar, por sfidën e parë ka fituar Edi Rama, ndërsa në përballjen indirekte të së dielës në veri të Italisë, të dy liderët politik kishin mbledhur shumë mbështetës. Online nuk kishte më betejë. Edi Rama e ka ndjekur 10 herë më shumë veta live me gjas po nga emigracioni, duke dhënë indikatorin e parë se kush mund të fitojë edhe shumicën e votës së diasporës. Të dy në Itali, të dy drejt për së drejti në rrjetet sociale, në të njëjtën orë, por jo me të njëjtën audiencë. Shifrat që shihni në ekran tregojnë një diferencë të thellë në audiencën online mes kryesocialistit Rama dhe kryedemokratit Berisha, të cilët zhvilluan takime me shqiptarët e Italisë për të kërkuar votën në 11 maj. Ndërsa jemi vetëm në ditët e para të fushatës zyrtare, Berisha rezulton i dobët në shifrat e audiencës online, ku videoja live në Facebook nga takimi i tij me shqiptarët e Breshjas ka 111.000 shikime. Ndryshe nga këto shifra, takimi i Ramos me shqiptarët e Milanos është parë nga 323.000 vetë. Gjatë fjalimit të tij, krahas sallës së mbushur plot me shqiptarë të Milanos, Rama po ndiqej drejt për drejt në Facebook nga të paktën 8.500 qytetarë, 11.8 herë më shumë se Berisha, i cili gjatë fjalës së tij para shqiptarëve të Breshjas po ndiqej nga 715 qytetarë në të njëjtin aplikacion. Avantazhi i Ramos ndaj Berishës edhe në rrjetet sociale po vazhdon që nga fillimi i fushatës, por në raport me vetveten kryedemokrati po shënon rënje të performancës. Nga Milano, kryesocialisti Edi Rama kërkoi votën e emigrantëve për të siguruar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Demokratëve Rama ju kujtoi primaret që u zhbën nga vetë Berisha dhe u bëri thirrje që mos ta hedhin votën në kënet. 11 maj kryesocialisti e konsideroi moment historik, ndërsa ju tha emigrantëve se dhurata më e mirë për fëmijët e tyre është pasaporta europiane. Vetëm 100 kilometra larg, Berisha i thuri lavde Laçivitës, ndërsa habiti duke thënë se kryefushatiste i tij nuk ka ardhur për para. Rama para, Berisha mrapa. Dy liderët kryesor të politikës shqiptare sfiduan njëri tjetrin në Itali, 100 kilometra në distancë. Kryesocialisti mbushi sallën e kongreseve në Busto Arizio të Milanos, me qytetarë që punojnë e jetojnë në vendin fqinj. Rama u ofroi emigrantëve në këmbim të votës hyrjen në Bashkimin Evropian. Ai e konsideroi këtë edhe një bast me Europën në këto kohë të vështira. Një votim historik për te partive për Shqipërinë që në 4 vite ne mund ta bëjmë zonjë antare të familjes bashkuar europiane. Për të fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Që ta kuptojnë se kjo nuk është një ndeshje mes Interit dhe Milanit. Kjo është një përballje finale me historinë tonë. Kundrejt ofertës së tij, Rama tha se qëndron vota për Sali Berishën, i cili prioritet ka hallet personale. Ai shtoi se vota për partitë e reja është po aq dëm sa për doktorin. Dhe nuk mund ta humbasim as për mustaqet e Kujtim Gjuzit dhe as për hallin personal të Bullit të Netës që shihet në mustaqet e Kujtim Gjuzit. Herën e tretë tani është në grop vetë dhe thot hajdeni me mua t'ju fus në gropën madhështore. Janë dhe ca tjerë që vinë vërdallë dhe këtu në për Itali. Ne jemi forcë e re, kanë dhe ca emra, jo bëhet, jo s'bëhet, të qosh votën dhe për ata është ta qosh dëm. Rama u kërkoi emigrantëve të vendosin mes votës për të mbrojtur spak apo për ta shkrirë atë. Ne duhet gjithsesi ta garantojmë duke e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Aty ku drejtësia sot e re dhe e pavarur do të mbetet e pavarur dhe do të forcohet pa i ndërhyr askush. Po ka arritur ajo kënet të marrë edhe jetë pafajshme njerëzish, që si që kemi parë përbetohen se në 12 maj do shkrinë spaku, që në 12 maj ata
thjesht dhe vetëm do prezantohen me nocë rrogun. Kryesocialisti njoftoi se 3 ditë më parë është firmosur dokumenti i fundit për njojën e pensioneve me Italinë, ndërsa u surprizuan Milano me një dhuratë nga ish futbollisti Juventusit, Alessio Tacchinardi, një bluzë bardhezi me numrin 5 dhe emrin e Ramës. Kurse kryedemokrati Sali Berisha priti mbarimin e fjalës së Ramës për të nisur takimin e tij. Me vete kishte 2 magjistarët, Chris Lacivita dhe Paul Manafort. Berisha u tregoi emigrantëve se në Strasburg shkon për të bindur miqtë e tij europian, pse Shqipëria nuk e meriton Bashkimin Evropian. Unë vi te ju me 3 lajme. Me 3 lajme shumë të mira nga kjo javë. Isha zëri i shqiptarëve. Paraqita narkodiktaturën e Edi Rams. Njoha miqtan në Europë se narkodiktatori për të marrë një mandat të 4 arrestoi, burgosi liderët e 3 partive kryesore opozitare. Berishës nuk i ndahen hallet e tij, madje i krahason me ato të një emigranti në Itali. Ashtu si ju, si diaspora, që fitojnë çdo sfidë dhe ne kaluam çdo pengesë. Ne u ngritëm nga hiri për një mision të shenjtë. Mbrojtëm demokracinë, mbrojtëm interesin kombëtar. Dhe do shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura e dytë. Ndërsa kontrata mbetet enigmë, kryedemokrati siguroi të vetët se Lacivita nuk ka ardhur për para, por e ndjeu nga Washingtoni se një non grata në Tiranë do të rikthehet për herën e tretë në pushtet. Miku ynë Chris Lacivita nuk erdhi as për para, as për influenca, sepse opozitat tjera më të mëdha se jona, më të fuqishme, i kishin bërë dhjetra oferta. Por, arkitekti i rikthimit, ajo ndjeu se Sali Berisha dhe Partia Demokratike duhet të riktheshin pushtet. Por edhe kësaj radhe, kryemagjistari Lacivita nuk zhgënjeu. 2 minuta fjalim, krah përkthyesit Fatmir Mediu. Në 2024 Donald Trump u bë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës sepse solli për të votuar pjesën më të madhe të amerikanëve. Duke dalë të gjithë sa më shumë për të votuar në zgjedhjen 11 majit për numrin 1, për doktor Berishën, ju mund ta bëni Shqipërinë great again. Faleminderit. Ju ftoj të ndihni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. 2 turistë gjerman, një nën bashkë me djalin e saj, janë gjendur në vështirësi të dielën në shpellën e Pëllumbasit. Pas marrjes së njoftimit se në vendin e quajtur Shpella e Pëllumbasit, 2 turistë gjerman nën e birë kishin humbur rrugën gjatë eksplorimit në natyrë. Shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 1 në bashkëpunim me Njësinë Alpine të Tiranës kanë organizuar punën për t'ju ardhur në ndihmë. Pas disa orësh kërkime, është bërë mundur lokalizimi dhe gjetja e turistëve në gjendje të mirë shëndetësore. Një 28 vjeçar është vënë pranga, ndërsa 2 bashkëpunëtorët e tij janë shpallur në kërkim nga policia e Kuçovës. Pas një hetimi disa vjeçar është zbardhur një rast i kultivimit të qindra bimëve narkotike në vitin 2021. Policia thotë se janë proceduar penalisht. Edhe 4 persona të tjerë pasi gjatë një kontrolli në banesat e tyre u gjetën armë gjahu, fishek armë gjahu, armë sportive dhe rreth 17.000 pound britanik. I arrestuarit dhe 2 të shpallurit në kërkim dyshohet se në vitin 2021 kanë kultivuar në fshatin Mendrak të Kuçovës bimë narkotike kanabis, të cilat janë konstatuar dhe asgjësuar aso kohë nga policia.
Ekspertët e teknologjisë ngren alarmin për pasigurinë në rrjetet sociale, ata bëjnë apel që të keni kujdes me blerje online apo pranimin e mesazheve mashtruese. Statistikat tregojnë se rritja e numrit të incidenteve me sigurinë kibernetike lidhet më së shumti me gabimet njerëzore. Një klikim në telefon apo kompjuter shpesh mund të bëhet shkak për t'u vjedhur të dhënat personale apo parat në llogarin bankare. Statistikat globale tregojnë se mbi 90% e incidenteve me sigurinë kibernetike nisin nga një gabim njerëzor. Në një botë që lidhet gjithnjë më tepër përmes teknologjisë, specialistët tregojnë se si të mbrohemi. Për shembull, kur bëjmë një blerje online, duhet të jemi pak të kujdesshëm, të jemi të fokusit jetë domenit.al, sepse domenit.al janë ato që edhe monitorohen nga autoritetet. Të blejmë gjithmonë me një kartë debiti në thonjza me jo shumë gjendje, sidomos kur jemi fillestar, edhe bën edhe gabime dhe keqbërësit mund të marrin kartën tonë dhe mund ta përdorin për blerje online. Shumica e sajteve duhet të jenë me atë TTPS-n atje sipër, me atë drynin që tregon që siguria në këtë faqe të internetit është enkriptuar. Në sajte ku është PayPal-i, është e sigurt dhe mirë që të përdorni PayPal-i në shumicën e sajteve që janë ndërkombëtare dhe nuk i njihni, sepse PayPal-i mund t'ju kthejë parat brapa deri në 30 ditë. Sulmuesit sot shpesh nuk kanë nevojë të thyen kode, ju mjafton një mashtrim në rrjetet sociale. Më voto te ky link ku do të vini SMS dhe do më kthesh përgjigje. Çdo SMS që ju vjen nga media sociale, në asnjë mënyrë nuk do ta ndani me asnjëri. Mund të vjedhi social media tënde, Facebookun, Instagramin e tjera çfarë mund të kesh. Vetëm duke i nisur ti atë kodin me 6 shifror. Dhe dëshira për të ndihmuar shpesh mund të çojë në gabime. Nëse keni rënë pre një mesazhi në WhatsApp, mashtruesit mund të komunikojnë në emrin tuaj, por ndryshe nga sa ndodh me media të tjera sociale, llogarinë mund ta rimerrni shumë shpejt, ndërsa bisedat e mëparshme kanë mbetur vetëm në telefonin tuaj. Dërgim mesazhesh në formë phishing quhet, në formë peshkimi, që i bëhet përdoruesve që të nisin prapë të passwordin me 6 shifra një përdorësi tjetër, por WhatsApp-i ka diçka që nuk mund ta marrë dikush aksesin në WhatsApp dhe të di bisedat e tua. Sepse të gjitha të dhënat e WhatsApp-it ruhen në telefonin tënd dhe nuk ruhen në cloudin e Facebook-ut. Kështu që ose Metës, që është kompania që ka në pronësi. Kështu që edhe nëse bëni një gabim, ju mund ta rilogoni prap me të njëjtin numër me numrin tuaj dhe atë kodin që do ju vi përsëri, të logoni prap dhe të aksesoni WhatsApp-in tënd. Në të kundërt nga mediat e tjera sociale që po të morën dhënat, çdo dhe dhëna jote është ruhet në serverat e Metës dhe po të morë accountin, ka marrë gjithë historikun tënd e etj me radhë. Teknologjia sipas specialistëve është vetëm një mjet. Mënyra se si e përdorim është ajo që bën ndryshimin. Dhe ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e fundit, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Nga unë Kasandra Pali, natën e mirë.